Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërmarrë një hap të fortë për garantimin e integritetit të procesit zgjedhor, duke vendosur rinumërimin e plotë të votave për kandidatët për deputetët në 28 komuna të vendit. Vendimi vjen pas analizimit të rezultateve për rinumërimin e pjesshëm, ku janë konstatuar diferenca të konsiderueshme me votat e kandidatëve, duke ngritur dyshime mbi saktësinë e numrit fillestar. Kreu i KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, bëri të ditur se në komunën e Prizrenit janë të evidentuar devijimet më të mëdha, çka ka çuar edhe në vendimin për shkarkimin e përfaqësuesve politik në Komisionin Komunal Zgjedhor të kësaj komune. Sipas tij, përgjegjësia institucionale kërkon masa të mëhershme për të rikthyer besimin e qytetarëve në proces. Fillimisht, KQZ-ja kishte vendosur që në 28 komuna të rinumëroheshin vetëm 10% e vend votimeve, ndërsa në 10 komuna të tjera të kryej rinumërimi plot. Megjithatë, pas zbulimit të mospërputhjeve gjatë këtij procesi, institucioni vendosi zgjerimin e rinumërimit në të gjitha votimet e këtyre komunave. Vendimi i marrë me 19 janar lidhet drejt për drejt me zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura me 28 dhjetor 2025. Pas publikimit të këtyre zgjedhjeve, partitë politike dhe organizata shoqërisë civile kanë kërkuar unanimisht rinumërimin e plotë të votave, duke konsideruar këtë proces të domosdoshëm për transparencë dhe legjitimitet zgjedhor.